Përshëndetje, unë jam Armën Aliu, jam me profesion fizioterapeut. Përshëndetje, unë jam Driton Jakupi, master shkencë inxhinier e makinerisë. Përshëndetje, unë jam Shkodran Dedia, jam argjimtar nga Finlanda. Bëjnë profesione të ndryshme, por ata janë edhe shok mes vete. E ajo se çfarë i lidh ngushtë me njëri tjetrin është muzika. Besnikëria, bujaria e respekti janë këto tipare që u ka mundësuar atyre që të kenë një shoqëri të shëndosh e jetëgjatë. Për neve është, domethënë, ndoshta jo e shpeshtë situata kur ndodhemi para kamerave dhe prezentimeve si grup, mirë po, ne jemi një grup kryesisht nga Vushtreja, por edhe nga Mitrovica, si që është Shkodrani. Prezent nuk e kemi Besim Halitin dhe Nezat Halitin, dy rapsod dhe instrumentist jashtëzakonshëm. Ne funksionojmë si grup qysh mote, kryesisht me Dritonin edhe me Armënorin. Domethënë që nga vitin 1999 e këtej, domethënë pas luftës, jemi aktiv në këngë të zhanrit folklorik, por edhe të zhanreve tjera, por kryesisht të folklorit modern, edhe këngëve që janë këndu kryesisht pas lufte, po edhe këngët e mira që kemi mujt me i marrë edhe para lufte e tutje. Në dojnë më pas të muzika, po kështu për shikuesit ndështë këtë kthejemi prap pas hapit, flasin na trego fillimisht si një kriju si shok, si një ba shok jo të të katër, të të pesët. Është faleminderit shumë edhe njerë. Në vitin 1999, domethënë shumë miri kam qenë atë kohë, kur në Vushtre është hap ansambli këngëve dhe vallave Hasan Prishtina dhe në shtator të vitit 99, për herë të parë kam performuar në një koncert pas luftës, më i them koncerti dytë me njëherë pas luftës, si fëmijë. Atëherë unë u antarësova në ansamblin Hasan Prishtina, dhe më vonë takova Driton Halitin dhe Besim Halitin, ku këta performonin me një grup tjetër që kam pas një shoqëri muzikore të quajtur me Zëri i Kosovës. Dhe pastaj më vonë bashkarisht u njohëm dhe filluam me shumë shok tjerë që të përbashkojmë forcat dhe t'japim atë që është më e mira dhe të njohim njëri tjetrin më shumë. Ata thanë se ishin inspirim për njëri tjetrin, Dritoni edhe pse bën një profesion tjetër, atë të inxhinierit, kjo nuk e pengon as pak atë që të ndjek pasionin e tij për muzikën. Domethënë secili ushtrojnë profesione të ndryshme. Unë jam inxhinier me profesion, Armënori është sociolog i diplomuar, por është edhe fizioterapeut, i cili ushtron profesionin prej fizioterapeutit. Në Dritonin e kemi në qendër të kulturës, e ushtron profesionin e muzikantit. Shkodranin e kemi mërgjimtar, është nga Mitrovica, mirë po është shumë pasionant pas këngës. Me thënë drejtën, me Shkodranin jemi njoftu para 4 vitesh, përmes internetit, kom kontaktu me ta dhe ka tregu një interesim të jashtëzakonshëm dhe është bashku me ne, do thonë 3 vite gjysmë 4, dhe vazhdojmë bashkë si grup, performojmë edhe në Kosovë, edhe në Europë e tutje kështu. Në rrugëtimin e tyre të shoqërisë nuk mungojnë momentet e bukura, por as ato të vështira. Rinjare për dregojnë punojnë në QKU, edhe Shkodrani ka postu disa veta në TikTok, edhe një salë ku i ekzekutojnë mështrimet tek pacient. Një pacient e kishë lëshu një këngë tonë që na e kemi përfundu, e kemi përfundu me Dritonin, edhe Driton Halitin. Ai pacientin dëgjoj ke këngën tonë, edhe unë po filloj me këndu. Edhe ai tash, edhe më shikoj ke mu edhe telefonin. Thash, pësa, thash, a zbën me këngën atë të kënua? Jo, dhe se dhe ke mjek. Thash, pësa, zbën me kënu mjeku? Jo, tha e më thë, prej dje, tha e më të ndëgju, këto kushën ka djemë që po përfundojnë, po këndojnë ka që bukure, si ku më pas njerë. Tha, plus dhe t'i ko ke mjek që është të moshë. Se njerëzit, në shta ma shumë, njërë mësu me pa njerëzit që një profesion,
Dhe ka pas kjo pasaj që ju keni pas paragjykime, do me thonë? Jo ma shumë një lloj lakmije, qysh me profesione tjera po bëjmë muzikë. Që që na kanë lakmu shumë. Dhe një element specifik që ju ka bo bashkë, Arnar? Shoqëria e mirë. Qa e ka qenë kryesisht? Ne jemi shumë të mirë. Që sheti këtë shoqëri? E kemi shumë të shëndosh, nuk takojmë veç për muzikën, po për jetën, për gjithçka tjetër. Dhe kaloni po shumë të bashkë? Shumë. Kalojmë kur po kemi kohë se gjithëdhemi të punu. E kemi gjithë ditën të ngarkume me punën tonë, po e gjajmë një kohë të lirë që na mbledhëm edhe takohemi edhe bisedojmë për tema të ndryshme, patjetër që muzikën të tash e kemi pasion, po kryesisht na ka mbledhur shoqëria e mirë. Me drejtonin jemi shumë aty, jemi afër me fshatra ku kemi jetu. Agjallarët e mi janë merë me muzikë shumë përpara, na trashëgojmë këtë hobi prej tyne. Ta jemi të taku me drejtonin është një muzikant jashtëzakonshëm. E kështu kemi filluar. Për çdo gjë, ata konsultohen, bisedojnë në situata të vështira, janë aty çdo herë për t'ju gjetur pranë njëri tjetrit. Pra janë mosmarrëveshjet më zakonshme që i keni? Ne nuk kemi hiç mosmarrëveshje. E si e gjeni marrëveshjen? Nuk kemi hiç mosmarrëveshje, as nuk na ka bashku interesi, por veç shoqëria e mirë. Asnjëherë nuk kemi pas krisje, asnjëherë për gjën më të vogël, hiç absolut. Më thonë gjithmonë ka qenë mirë kuptimi? Absolutisht, në maksimum. Tek njëri tjetri. Në maksimum. Mirë kuptimin në punë, në familjes, gjithë jemi familjarë, kemi angazhime, po shumë qartë mirë kuptoni. S'kemi pas të lash as më të voglin, asnjëherë. Cilat janë diskutimet më të zakonshme që ju i bëni ndoshta shoqërore? Qoftë për muzikën, qoftë për jetën e përditshme? Për jetën, për punën, për problemet që i kemi, se tash jemi gjithë familjarë, unë kam nusën, kam fëmijë, njëra dhe ta smuhën, kanë probleme, i diskutojmë ta, kështë kryesisht. Sa arrini të mbështeteni tek shoqëria? E tregove që jeta ka shumë sfida dhe secili prej jush pastaj keni pasur edhe sfidat individuale në jetë. Dhe ka qenë shoqëria ajo ku ju përveç familjes, nuk diskutohet, ku jeni një mbështet, një shtyllë mbështetëse dhe që të kanë dalë krah në ditët tua të vështira? Po sigurisht, gjithë tash kemi një shoqëri shumë të shnosh. Ka pas ndoshta ndonjë rast që mundesh më na tregu kur Arnori personalisht ka pas nevojë për ndonjën nga pjesëtarët e grupit që të jetë pranë tij në ato momente ose gjithë grupi që kishe pas dëshirë me nda? Po çdo rast kryesisht unë kam pas vajzën para do kohë pak smutë dashur me ushtrin spital, e kam pas edhe për krajën morale edhe më kanë gjinë për çka kam pas nevojë. Edhe dy drejtona se ka rastisht me u qujtë dhe drejtona. Përveç shkodranit që ke mërgim, fizikisht nuk po mundu me u taku, po me telefon edhe moralisht i kim përkrajnë pa tjetër gjithve. Çiftelia është ky instrument që sipas tyre duhet të ruhet si një vlerë e shtuar e kulturës dhe historisë shqiptare. E sadoherë që interpretojnë me to, ata kanë emocione të mëdha. Të pranishëm janë edhe në TikTok, aty ku arritën ta bëjnë publikun për vete. Në mesin e grupit të tyre, bën pjesë edhe një mërgjimtar që në Kosovë vije shpesh, vetëse të mos i ndohet grupit në asnjë paraqitje skenike para publikut. Jeta i ka kanë ere batisat edhe zbatisat e veta. Fillimisht pas përfundimit shkollës të mesme, fillova me fakultet, e shesha që momentalisht jeta në Kosovë nuk është të përparu në mënyrën që është rinia jo ndojke, edhe nuk na met rrugëzidhe tjetër o duh me marrë rrugën e mërgimit. Fatkeqësisht
rruga e mërgimit ka njerë qysh e menojmë që është e ëmbël na del shumë ma edhë. Për arsye se të ndonë prej shoqënisë, rrethet, familjes, edhe mas shumë të është ai malli i venit ku je lind, je rrit, je zhvillu, je formësu fillimisht si njeri. Arsyeja kryesore që ka qenë mërgimi jashtë vendit, u kanë migrimi jashtë vendit, është puna. E thëmë plus sinqeritet. Harmonia e mirë dhe mirëkuptimi ka bërë që ata të mos ndahen kur e të jenë në përputhshmëri me muzikën. Mallin më të madh për ta e ndjen Shkodrani. Si kontaktoni, flisni Viber? Muna me thonë Edi që të spaku një herë në ditje, mos me kontaktu me këta është e pamëshme. Dhe çka ju thu? Për çka i pret mas shumë? Gjithmonë lafin e njëjtë, lafin rreth folklorit. Fillimisht bojmë laf si ke kalu në punë, pastaj e kom një qitë në sërë, dritën që ka po ta mërmenja, kë boja që shtot edhe beso që edhe me dritonin që ashtu bile me këto mas shpeshte. Ky grup muzikor po performon edhe jashtë trojeve shqiptare, e muzika e tyre po pëlqejet shumë. Ti vjen për të vizitu ata, por tash edhe vizat janë heq, por besoj edhe këta vinë me të vizitu ty. Vinë me të vizitu. Dhe është muzika prapa ajo që ka ju lidhë dhe atje? Dhe keni performu me këtë muzikë edhe tek publiku finlandez, tek publiku evropian? Fillimisht e kena performu në Gjermani, në Finland, menoj me performu edhe në shtete tjera. Si u pretë? Çfarë ishin ato komentet e para që i marrët? Zhandri jonë është paka shumë folklora, po kupton. Publiku ketë ka qenë publik shqiptar, do me thonë, i nacionalitetit shqiptar, veç fillimisht të prit jashtëzakonisht mirë. Si që tha edhe Dritoni, ata janë në koordinim të njëri tjetrit, qoftë nga zëri, qoftë nga luajtja e instrumentit, e një koordinim i tillë sjell një performancë të jashtëzakonshme dhe unike. Tra prej një nane, janë që bashke lavë po vajnë. Këtë Kosova shakërin, na ty motra ku do të rrim. Ska thot nana nuk e di, ndoshta rrim në manastir, në Prizren Shkupian janin, në Kruj Vlorë janë Prishtin. Planet e tyre janë të shumta, e Shkodrani na tregoi disa prej tyre. Si grup në rend pare kena plan promovimin, pastaj mendoj që kur është edhe promovimi dur edhe vinë edhe idejat edhe planet e mira, fillimisht për folklore kështu tjera me radhë. Po emrin e keni mendu që është një ajo në grupit, është një nga pyetjet ma të që themi që intereson edhe publikut. Qysh quhet grupi juj? Qysh ata mundem ju gjet juve? Nuk kena mendu se mas pari na qysh e cekën edhe Dritoni edhe Arbnore, neve fillimisht na ka lidh shoqënia e mirë, apo kupton? Na nuk jena grup që mendoj që luftojnë për emër, apo më kupton? Na e kena fillimisht respektin, dashnin ndaj njëri tjetrit, këngën, menoj që jam në vjenë. Kjo është atmosfera që mbizotron në këtë grup muzikor, e dashuria, e vullneti i madh për muzikën, vërehet qartë tek energjia që ata përçojnë.